Unë ka ndodhë që dejmë 5.000 euro mi kanë dhënë një qenë se këmë qitë. Ky është Rudi, ky është Django, ajo atje është Qita. Këtu i kemi 2 ekzemplar, motër dhe vlla. Janë klysht e Ulkonjes edhe të Rudit. Këta janë ekzemplar që kanë gjak ujku. Emri i saj është Ulkonja dhe gjenet e saj mbi 50% ujk. Shumë e mirë është vajza Ulkonja. Ka jetu në rrugë në Okadhinjtë dhe e kena marrë. Është shumë i mirë, shumë. Kjo është një deltare rreth 7 muaj, është deltare trup bardh. Prindërit e saj janë Noa dhe Argo. Vlla i saj ka shku në Portugali, e mban atje një guvernator. Ka pas raste që u kemi fal, por i kanë marrë, i kanë shit. Përpara këta i kanë quajtur Sharova në gjuhën popullore. Kaloshi ka pas një smundje e cila nuk e ka leju me pas pasardhë dhe për një vit me radhë e kemi shëru. Shkapin e kam rrit prej të vogël, 3 javë ka marrë për ka qenë. Dhe ku majt një kohë në banesë për me shpëtu, se ka qenë e vogël. Kemi ardhur te kulla e shkapave, është zona e cila për herë të parë po filmohet. Janë deltarë të trup verdh, është Rudi dhe deltarë tjera, të cilat janë femra, thuajse të gjitha. Këta janë deltarë të cilët janë më të përhapur në Kosovë. Do kjo ngjyrë është më e përhapur në Kosovë. Serbët kanë punu dhe këtë lloj deltari e kanë kryqëzuar me një qenë që vjen nga Rusia, Kaukazian, edhe kanë nxjerrë një ekzemplar që quhet Sharplanin, edhe e kanë regjistruar si të tyne. Mirë, por kjo nuk e zbej as dëshirën tonë, as nevojën që ne të vazhdojmë ta kultivojmë deltarin trup verdh. Si që quajnë ata Sharplanin. Ky është Rudi, ky është Django, ajo atje është Qita, kjo është Nekimba, është Dzika, është Dzuki, është Sharka, edhe është Beta. Këta pra janë disa prej deltarëve trup verdh që i kultivojmë në këtë zonë. Mosha e tyre është prej 3 vjet deri në 1 vit. Janë të shoqënuar, do me thonë nuk e ngucin njëri tjetrin, janë tamam kope. Kryesori në kope është Rudi, i cili e udhëheq komplet këtë sektor. Kalojnë të sektorit tjetër. Don kafshimi i tij është shumë i rregullt, siç po shihni. Ky është një deltar në moshë 1 vjet e pak, akoma në formim e sipër, por është shumë i mirë, është një prej më të mirëve. Mosha e tij është 1 vjet e pak. Rudi është 3 vjeçar, gati, dhe këta tjerë janë deltarë kryesisht në moshë 1 vjeçare. Janë kope. Kjo është një deltare rreth 7 muaj, është deltare trup bardh. Prindërit e saj janë Noa dhe Argo. Gjenetikën e saj e njoh 5 gjenerata. Është jashtëzakonisht deltare e mirë. Vlla i saj ka shku në Portugali, e mban atje një guvernator. Është me mikrochip të Republikës Kosovës dhe e ka librezën e fermës Kulla Shkapave. Është jashtëzakonisht i lumtur me të, por unë jam shumë i palumtur që atë ekzemplare kam larguar nga Kosova. Megjithatë, ai po prezantohet gjithmonë në botë si deltari i lehtë. Këtu prapa saj janë deltarë tjerë të moshës së saj. Përshëndetje, çfarë mendimi ki për qeverinë aktuale? Është punu drejt dhe mirë deri tash që? Po qeverit të tilla realisht dhe kjo qeveri i ka të mirat, po ka edhe mangësi se s'ka të tash qeveri perfekte që popullata jenë e kënaqur, sidomos në Kosovë. Megjithatë, na duhet me pas të qartë një fakt, një argument se kjo qeveri s'paku deri tash e ka ushtruar sovranitetin e vet në ato pjesë të veriut që para 2 vjetëve shqiptarët vështirë kanë pas medalja me hece, me shëtite, prandaj nëse merret kjo parasysh, sidomos tani atje që janë të ndërtuar disa qendra stacionet policisë deri tash sa kam informacione të sakta nën stacione nëpër ato territoret veriut, tani kur në ato pjesë të veriut tash janë hap plot lokale të shqiptarëve edhe popullata tjetër e jugut që kanë pas dëshirë me vizitu ato pjesë, dikur janë rrit në ato pjesë, tash dalin lirshëm, shetitin, pevrejnë lirin e tërë, çfarë ju ka mungu deri tash. E sidomos tash edhe janë ndërmarrë disa veprime të ndërtimit ndërtesave të popullatës shqiptare që ju kanë rënuar, që ju kanë damtue përpara nga ana e serbëve.
tash janë duke ju ndërtuar, prandaj popullata është me fakte, me argumente shumë e kënaqshme me këtë qeveri në ato pjesë. Tash nëse Ka punu në qeveri tjetër si që është punu kjo qeveri? lutem unë po foli njëherë për veriun, Po, për që asnjë qeveri s'ka punu kështu. Përkundrazi krimi, as shqiptarë s'kan do guxu me dalë në veri. E tash kur vetë popullata deklarohet ajo e veriut që jem të kënaqur tepër me këtë qeveri e tjera dhe i shprehin ato ndjenjat, atëherë edhe na duhet me konë edhe që i takojmë Prishtinës e tjera. Unë po them edhe diçka tjetër, ka mangësi se për 4 vjet nuk do të thotë që një qeveri tash ka me bo këtë vend xhenet në atë kuptimin me pas të mirat. Por nëse o marr në mënyrë efikase me ato veprime këto 4 vjet edhe që tash po i vjen era shtet në ato pjesë, një 20 vjet qeverisjes tjetër të qeverisjeve tjera që janë kanë deri tash, as kanë guxu, as kanë bërë kur farhapi, as kanë met në kujtesë kur gjafit, atëherë na duhet me konë të kënaqur me çit qeveri. Çfarë mendimi ki për rastin që ndodhi në veri? A ndihem të rrezikuar, a mendon që ka me u bë? Rastet e tilla, sikur që ndodhi në veri, e keni fjalën për Ujmanin, për Ujmanin. ato muret që i kanë thyer, po. Që i kanë thyer, po. Rastet e tilla janë ngjajshme sikur Banjskës. Kanë miku nuk nalet me ato veprimet e veta, pa na detyru neve gati që ta kem frikën me jetu në ato pjesë, edhe ka qëllimin me na shpërngull krejt për i këturit. Por, Banjska dihet ma qysho kry, edhe është të kry në favorin ton, edhe kjo ka me u kry në favorin ton, sepse reagun me njërë shtetet më të mëdha të botës, sikur Amerika, Britania madhe, Gjermania, Franca, Italia. Prandaj nëse krejt këto kanë reagu në favorin ton, është një mirë që do me thonë ata pedin kush pi bën këto. Prandaj na duhet jem të kënaqur, e sidomos edhe me tjera që e deklaroi kryeministri e kanë muqel fabrika e municioneve, armëve e tjera, që deri tash as ëndër se kemi pa që ka me ndodh ajo. Gjonat, po them, janë të shkuar në drejtim që na duhet me pas sigurin tonë, se vetë armatimi modern i FSK-s, i armatës tonë, e dëshmon një gjatë të tillë që në vërtet o bo shumë, edhe me qenë se tash po foli tjetër. Unë nuk jam partijak. Do të thonë si jem asnjë parti që tash, po dëgjo. Vetëm po fol për gjanat aktuale që janë të ndodhur. Jam, po vjen keq me thonë, po unë jam një si që dy në çështje sigurisë e kështu. Por po foli që këto gjana, këto rrjedha duhet me i kuptu që është me rëndësia jo më e rëndësishmja që ju ka dhënë prioritet që për këto 4 vjet e ka pas këtë sukses dukshëm. Nëse edhe njëherë i fiton votat, nëse populli A mendoj që ka me fitu edhe këtë mandat? Unë mendoj që ka me fitu. Nëse jep votat, edhe këtë mandat dukshëm ashtu, sikur që e pat 51% e vetë ka vendosë e kështu, jam thellë i bindur që kam ju hi dhe tjera tema që populli ka prit. Dhe me thonë i vim pak ma shumë kohë, gjithsesi. E tash opozita si e pasuksesshme, që ka qenë edhe në kaluarën, më thojza mos them diçka rënë, po megjithatë po them e fllihshën në shumë sene, krimit e këtyne seneve, ata i ka rrok panika sepse nëse edhe njëherë vjen kë, ka me ndërmarr veprime të tilla që s'kan milion rahat që ata që i kanë bo, që janë pasuruar jashtëligjshëm e tjera. Prandaj janë bo njëjtë edhe i kundërshtojnë këtë qeveri me të madhe sepse peshojnë rrezikun prej kësaj qeverie. Na të falenderojmë shumë, nderojmë që ndodhe ku me neve.